Kështu që kjo terapi bën faktikisht mrekulli, edhe prapë them jemi fatlum që e kemi, sepse vinë pacientë shtetasit tonë edhe që jetojnë për shembull në shtetet evropiane, qoftë në Zvicër, qoftë në Gjermani, shohin edhe atje për shembull shtetas të huj që marrin domethënë këtë terapi, e ndoshta këta për shkak edhe të sigurimeve që i kanë që mund të mos i kenë gjithmonë të mira ashtu, s'mbulohet faktikisht atje terapia biologjike, atëherë domethënë kur kanë edhe letërnjoftimet të Kosovës, aq janë të kënaqur që po arrin në një vend si Kosova që ndoshta domethënë s'krahasohet me Gjermaninë edhe në Zvicër, po ofrohet një shërbim shumë i mirë, për marrin faktikisht një terapi që është shumë e kushtueshme, me kosto të lartë. Zvicra dhe Gjermania shpesh ndodhi u bën problem, domethënë mos më marr, ose për shembull ku pas rast pacienti e ka patje që domethënë pacienti i huje, faktikisht në Irland e ka marrë terapinë biologjike. Ky ka qenë pacienti me artrit psoriatik, edhe ka dëgjuar ata tu thonë që ti pas kemet ka vite me metotrexat, e ka dëgjuar anglisht, edhe ka ardhur në Kosovë se nuk ju ka dhënë shpjegimi pse ky nuk po e merr terapinë faktikisht biologjike si ajo irlandezja që ka qenë, e kemi thonë me shkrim që ky në Irland duhet futet në terapi biologjike, kemi thonë informatën se terapia ekziston, Kosova domethënë ka informat për këtë terapi, na ka shumë vite që aplikojmë domethënë terapinë biologjike, e njohim qartë domethënë suksesin që terapia ka tek